Ndoshta ka shkuar atje dhe i ka thënë që Shqipëria është gati që të luftoj për të mbrojtur Tajvanin? Nuk besoj se e ka thënë, po t'ja thoshte japonezëve të ju vinte mirë, po ta dëgjonin këtë gjë. Sepse për ata është çështje shumë e rëndësishme se... A mund të më thuash... Për të zonjën kryeministër aktuale. Mund të më thuash si ka mundësi, çfarë është ky kolos? Ne duhet të jemi krenar për një kryeministër të tillë, zoti ambasador, i cili arrin të ketë vizita të tilla kaq suksesshme në vende shumë fuqishme si Korea e Jugut apo Japonia etj. Presin me tapet kuqe etj. Superstar. A duhet të jemi krenar? Kam shumë mirë, nuk është i pari kryeministër shqiptar që është pritur në këtë formë në Japoni apo në Kore. Është pjesë e rutinës... Ju thoni thjesht rutinë, nuk duhet mitizuar apo? Nuk duhet mitizuar, nga ana tjetër, aftësitë e çdo ekipi për marrëdhënie me publikun ndryshojnë. Për ne nuk është e panjohur që zotëria në fjalë ka një aftësi të jashtëzakonshme për të strukturuar një raport projekcioni për opinionin publik, disi të veçantë në çdo gjë që çdo gjë ndodh për... Sikurse është edhe në karakterin tonë, që çdo gjë ndodh për herë të parë kur vim neve, domethënë... Qartë. Nuk është i pari, edhe paraardhësit e tij kanë pasur këtë lloj problemi që çdo gjë ka ndodhur vetëm kur kanë qenë ata. Po ky ka çuar performancë, do të them. Ambasador, u kënaqa shumë sot në këtë intervistë, por para sa mbyllim ju si një, do të them, jo, fjala mjeshtër nuk do ishte me vend tu, sepse në fakt nuk e bëni me qëllim, e bëni në mënyrë të natyrshme. Ju besoj keni qef heshtjet, ambasador, gjatë një bisede apo jo? Pauzat, le të themi. A mund ta mbyllim këtë intervistë sonte bashkë, ambasador, thjesht me heshtje, pa folur? Mundemi? Po. Po. Corruption is not bad.